Vetëm në pak ditë, 5 persona humbën jetën në aksidente trafiko në Kosovë. 4 prej tyre gjatë javës që lan pas, ndërsa një 12 vjeçar humbi jetën në një vet aksident këtë të hënë. Përballë këtij bilanci shqetësues, eksperti i komunikacionit Nol Dedaj liston disa faktorë që po ndikojnë në rritjen e aksidenteve. Njeri i cili është përgjegjës ose shkaktari 85% të rasteve të aksidenteve, pastaj kemi faktorën rrugë me 8-10% edhe faktorën automjet 3-5%. Tjera që në kuadër të fatalitet, aksidente fatalitet edhe me lëndime trona trupore, kemi të bëjmë me 2 ose 3 faktorë përmes elementeve të tyre të cilët e zhvillojmë. Në qoftë se na flasim tash për një shembull, atëherë mundet me konë faktori njeri shpejtësia, mundet me konë gropa godice në rrugë, mundet me konë edhe në element i tjetër i rrugës, mundet me konë ose edhe elementi automjet, sistemi drejtësimit ose sistemi i frenimit. Por dënimet e policisë po dështojnë të sjellin siguri, pasi sipas ekspertit, mungesa hulumtimit institucional po bën që tragjedit të përsëriten madje në të njëjtat vende. Na s'kem listë sigurisë, na kem ligjin e coptuar në 3 ligjet të tjera të cilët kanë konflikt interesi ndër vete, pastaj nuk kemi strategji të sigurisë komunikacionit që duhet me konë 10 vjeçarja, kuadër të strategjisë duhet më kriju instituti për hulumtimin e këtyre elementeve. Mos harroni se neve na vdesin njerëz në të njëjtin vend për të njëjtit faktor, të cilët ndodh edhe nuk hulumtohen. Nuk paraqesin mos preventive. Sikur të kishin paraqit gjobat mos preventive, mos harroni si vjeti kemi hiç më pak se një 11.000 gjoba, më shumë se vitin e kaluar për të njëjtin interval kohor. Atë na kish desht me përqindje në qoftë si i kthem, çaj duhet më konë edhe përqindja e sigurisë më lart. Jo, na kemi në nivelin e sigurisë më të breshtë se sa vitin e kaluar, pavarësisht se kemi gjoba më shumë. Sipas raportit të policisë së Kosovës, gjatë periudhës janar-korrik, 58 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiko.